Është përkujtuar dita e dëshmorëve 5 maj i vitit 1942, kur u vra në Tiranë një nga aktivistët më të njohur të lëvizjes antifashiste në Shqipëri, Qemal Stafa. Në ceremoninë e zhvilluar tek varrezat e dëshmorëve në Shkodër, morën pjesë veteran, të afërm të dëshmorëve, qytetar, ushtarak dhe përfaqësues politik. Të pranishëm ishin edhe kandidatët e Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Shkodrës, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor. Në emër të Këshillit të Qarkut Shkodër, kurorat me lule u vendosën nga kryetari Edmond Dow dhe kandidatja Partisë Socialiste për deputete Gjenis Çela për të vijuar me kandidaten Edona Bilali, si dhe numri 2 i bashkisë Teuta Qyteza Shala dhe kreu i Këshillit Bashkiak Oltion Luli. Jemi sot në këtë ditë ndërrimi, por edhe reflektimi, lavdi dëshmorëve të dhëut dhe respektet, mirënjohjet përjetshme për to, por edhe për familjet e tyre. Sot është një ditë e shënuar që ka mbetë simbol 5 maj i vitit 1942, ku u vra heroi i popullit Qemal Stafa. Ndaj dhe ne jemi sot këtu për të përkujtuar herojt tanë, lavdi dëshmorëve dhe herojve të kombit. Jena populli i vetëm, i çlirum me kontributin me forcën e tij nga fuqit e boshtit, nga fuqit nazifashiste. Jena populli me gjithse më i vogël, edhe më i varfën, dëshmume vizion për të ardhmen e tij. Edhe kjo përpjekje, kjo përballje e rinis që ishte buqeta më e mrekullueshme e asaj gjeneratet, bani për me ekzistu shteti shqiptar. Shkodra numëron rreth 148 heroj dhe dëshmor të dheut, për veprën e të cilëve nuk munguan vlerësimet nga të pranishmit. Ceremonia përkujtimore në Shkodër u shoqërua edhe nga tigujt solem të bandës frymore, duke i dhënë kështu një atmosferë të veçantë kësaj dite, ditës përkujtimore të rënëve për liri.